Zotim solem, unë i nënshkruar i Martin Ziu, pohoj me ndërgjegje të pasur përpara Perëndis dhe përpara fort të hirëshmit Andonit, mitropolitit të Elbasanit, Shpatit dhe Librazhdit, duke dashur të bëjmë idejnë për dhuratën e priftërisë në Dhjakon, se do të punoj vetëm për shpëtimin e shpirtrave të grigjes shpirtërore që më është besuar. Gjithmonë do të jetoj sipas mësimeve të Ungjillit të Shenjtë, të apostujve të shenjtë, sipas kanoneve dhe mësimeve të jetërve të shenjtë të Kishës Ortodokse. Nuk do t'i harroj kurrë fjalët e apostull Pavlit, i cili kërkoi që priftit të jetë i patëmet, burr i një gruaje, i kujdesshëm, i përmbajtur, i urtë, mikpritës, mendje kthjellët, jo i dhunshëm, jo lakmues i paras, i sjellshëm, paqësor, jo lakmitar, drejtues i mirë i familjes së vet. Sepse nëse ai nuk di se si të drejtoj familjen e vet, si do të kujdeset për kishën e Perëndis, do të përpiqem t'i përmësoj këto cilësi në veten time dhe do të tregoj që jam i denj për thirrjen priftërore. Përfundimisht, pohoj se do t'i bindem mitropolitit tim Imzot Andonit, si dhe rregullave të sinodit të shenjtë të Kishës Ortodokse autoqefale të Shqipërisë. Perëndia më ndihmoft. I dashur biri im shpirtëror, Martin, sot është një ditë e veçantë për ty, personalisht, po patjetër gëzimi nuk është vetëm i yti, është i gjithë kishës. Të gjithë ne sot jemi mbledhur për të drejtuar ty dhe për të mbështetur në këtë hap të ri të rëndësishëm në jetën tënde. Është një hap që nuk është një hap i karrierës, por është një hap përpara fronit të Perëndis. Ti tashmë do të marrësh hirin e Zotit dhe është ai i cili do të plotësojë çdo dobësi. Askush nga ne nuk ishte gati ditën kur u thirr për të marrë detyrën, në cilën do shkallë që ajo ishte. Mbaj mend edhe kur ishim të rinj ende, kur na thonin të vinim në një dhimbje të ndihmonim, të vishnim ato stolit siç këta fëmijët, të gjithë neve druonim, kishim pak si frikë. Por etrit e kishës gradualisht na mësonin, na qëndronin pranë, na korrigjonin, na drejtonin dhe gradualisht edhe ne në shembullin e tyre filluam të ndjekim hapat e tyre. Dhe sa herë që kisha na thirri, ju përgjigjem thirrjes së kishës. Edhe sot ti ju përgjigje kësaj thirrje. Ne e dorëzojmë veten tonë përpara Perëndis. Mënyra si kisha funksionon edhe si në të gjithë traditën e kishës gjatë shekujve ka funksionuar, është që ne nuk zgjedhim vetë. Në radhë parë Zoti thotë që unë ju kam zgjedhur juve. Dhe në një farë mënyre, edhe ne kemi dorëzuar veten tonë tek etrit tanë shpirtëror, dhe ishin ata që na zgjodhën ne. Sigurisht ne e dëshironim, dhe sigurisht që ne nuk kishim rrugë tjetër vetëm të përgjigjeshim thirrjes së Zotit, që erdhi nëpërmjet këtyre etërve. Ne kishim fatin të kishim hierark me të vërtet shpirtëror, njerëz të formuar, njerëz të përkushtuar, të dashur, të cilët kanë lënë këtë gjurmë të thellë në traditën e kishës tonë, të ringritur në pak vite, por shembulli i tyre ishte aq i fortë sa që kanë themelosur, si të thuash, kishën, edhe kanë ngujuar tek ne ato vlerat e hierarkisë, por gjithashtu edhe të traditës së besimit. Këtë të dielin ne kujtojmë etrit e sinodit të 7 ekumenik. Dhe bashkë me ta kujtojmë të gjithë etrit që luftuan, sakrifikuan me besim, me vendosmëri, me urtësi, të ruanin besimin ortodoks të drejtë, të pacënuar e të gjallë. Atë besim ne trashëgojmë edhe sot. Këto dorëzime i marrim edhe ne dhurat prej tyre, të cilët dhe ata e morën edhe besimin, edhe dorëzimet nga apostujt, të cilët të thirrën gjithashtu nga Zoti. Dhe kjo është dita që edhe ti thirresh në shërbesën e diakonisë dhe në gradën e parë të priftërisë.
Ashtu siç apostulli Pavli në letrën e tij kur i drejtohet Titit, i thotë që shembulli është mënyra më e mirë për të udhëhequr. Fjalët janë të rëndësishme, po në fund të fare njerëzit dhe Perëndia shikon zemrën tonë, shikon edhe veprat tona. Dhe njerëzit patjetër që do të duan, patjetër do të respektojnë e do të mbështesin. Ashtu siç kanë bërë me të gjithë ne. E kemi ndjerë që nga momenti i parë, kur kemi marrë përsipër këto shërbesa, mbështetjen, respektin, dashurinë e njerëzve. Është një dhuratë që vjen jo për hirin ton, por është një dhuratë që Zoti na ka dhënë në kishën e Tij. Por si çdo dhuratë duhet mirë menaxhuar, sepse sa më e shtrenjtë të jetë dhurata, aq më tepër duhet jemi dhe ne të kujdesshëm. Për këtë arsye, vazhdimisht gjëja e parë që duhet kemi parasysh është lutja. Lutja jo vetëm gjatë shërbesave, të cilat ato të mos bëhen vetëm për të bërë si shërbesa, por ajo të jetë një lutje e brendshme, personale në radh parë, që të kthehet dhe një lutje e përbashkët e të gjithë neve. Çdo thirrje si diakon është edhe një lutje e brendshme e jotja. Është një thirrje për të na ftuar të gjithëve neve për të lutur, që mendja jonë të shkojë tek Perëndia, tek nevojat që kemi, tek kërkesat e ndryshme që njerëzit kanë, sfidat e mëdha që kalon në njerëzimi, dhe mund të duket si diçka ndoshta e hiperbolizuar, por çdo diakon kudo që është në të gjithë botën ka të njëjtën rëndësi. Dhe çdo prift gjithashtu, kudo që të jetë, ka të njëjtën rëndësi. Dhe kjo vlen për të gjithë klerikët në kishë, sepse të gjithë ne meshojmë përpara Zotit, nuk meshojmë përpara katedrales ose përpara një kishe, por meshojmë përpara Zotit. Kjo do të jetë përherë motivi i brendshëm. Dashuria për njerëzit, dashuria për Zotin, lutja dhe vazhdimisht studimi i Shkrimit të Shenjtë. Kryepiskopi ynë i lumur Anastas vazhdimisht na kujtonte dhe na njoftonte dhe na përsëriste sa e rëndësishme është kontakti i vazhdueshëm me Shkrimin e Shenjtë. Rutina, punët, ngarkesa, angazhimet shpeshherë na bëjnë që të rendim pas tyre dhe mund të neglizhojmë edhe ne që jemi klerik studimin e Shkrimit të Shenjtë, jo thjesht leximin e Shkrimit të Shenjtë, por studimin. Do të thotë që ai lexim do jetë një lutje e brendshme, ketë një kërkim ndriçim nga shpirti i shenjtë. Dhe ne kuptojmë që aty do e marrim forcën, aty do e marrim ushqimin. Ai është ushqimi shpirtëror me të cilin do ushqehemi, do të forcohemi e do mund të bëjmë ballë çdo lloj situate. Pra lutja dhe shkrimi i shenjtë. Dhe vazhdimisht pranë çdo nevojë që kisha na thret. Pa menduar orarin, pa menduar vështirësinë, pa menduar sfidat, pa u friksuar. Nëpërmjet këtyre kalitemi, nëpërmjet këtyre bëhemi më të fortë. Zoti na hedh, si thua, në luftën shpirtërore. Ne kemi armët, edhe Apostull Pavli na thotë që besimi ynë është mburoja, fjala e Perëndis është shpata, e cila do bëj të mundur që në të përpjekje shpirtërore të mund të dalim me të vërtet fitimtar, të marrim atë përkrenaren që është shpresa e shpëtimit ton që na thot ai. Kështu, Martin, për ne është kënaqësi, edhe për mua veçanërisht, gjatë gjithë këtyre viteve ti ja angazhuar që me studime teologjike, me shërbimin në katekizëm, me zell, me vetmohim, dhe ke qenë një shembull i katekistëve, dhe gjithashtu familja të ka mbështetur pavarësisht sfidave të ndryshme. Falë Zotit, ti more edhe një bashkëshorte që ishte dhe ajo studente akademisë, edhe ajo katekiste, dhe ka qenë mbështetja jote kryesore në udhëtimin tënd, e cila do të mbetet gjithashtu mbështetja jote, sepse gruaja pavarësisht se mund të jetë në mbrapa, por gjithashtu ajo është ajo që bën që të qëndroj fort edhe bashkëshorti, edhe në këtë shërbes të cilën juve jeni të thirrur të dy. Dhe me të drejtë, populli e quan edhe gruan e djakut, e quan djakonesh,
edhe gruan e priftit e quan priftëresh. Kjo është jo vetëm respektin që ata tregojnë, por gjithashtu edhe presin që edhe ajo të jetë pjesë e kësaj shërbese brenda në kishë. Edhe një herë Perëndia të bëjë të denjë, edhe të vish tani të marrësh hirin e Zotit.